Tash do e marrim CLS-n 450 që për i Giro, në gjeneratën C257. Kjo është e bazuar te shasia e klasit 213-shit. Normalisht pamjen e ka ndryshe, nuk ka lidhje me atë, nuk ka lidhje. Tash këto kanë bërë gjithë i gjutë përbashkët Benzi që ta klasi i ri në vazhdim, që duket si CLA, po pak më madhe. Gjitha CLS-t te klasi janë bazuar, edhe para C290, që atë 211 që është bazuar, C218 që atë 212 që është bazuar. Por ato nga jashtë kanë qenë ndryshe. Kur e shifshe në rrugë, nuk të duket e ngjashme me asnjë lloj Benzi tjetër. Kështu që kanë pas atë veçorinë e vet. Që fatkeqësisht nuk i kanë modelet tash, janë bërë gati të gjitha e saj. Tash kjo nga jashtë po ta shohësh ngjasi CLA. A dhe kjo nuk është gjë e mirë, se CLA-ja është më e lirë. Nuk është se ngjasi makinë më e shtrenjtë. Më thonë, ai që ka CLA-n i duket sikur ka CLS, ati po, ai del me fitim ai. Ti del me humje. Ta qëmë dinamik herë, Sport Plus. Është e përgjithshme, ky 6 pistonësh në linjë me 256-ta, shumë motor i mirë. Kurioz jam për naftës, edhe 6 pistonësh në linjë ka po 400 që me 320 ku e ka tork më shumë.